Nesër me 28 dhjetor, qytetarët e Kosovës do t'u drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre për 4 vitet e ardhshme. Zgjedhjet e nesërme janë të tretat brenda këtij viti, një sfidë për vendin, po të patjetërsueshme, pasi vijnë pas një bllokimi institucional i cili zgjati për më shumë se 9 muaj. Këto zgjedhje të jashtëzakonshme u thirrën pasi asnjë parti nuk arriti të formojë qeverinë pas zgjedhjeve të rregullta të 9 shkurtit. Mungesa e konsensusit politik e la vendin pa institucione funksionale. Fushata zgjedhore ishte intensive. Partitë politike premtuan rritje të pagës minimale, rritje të pensioneve, përmirësim të mbështetjes financiare për familjet, shëndetësime cilësore, zgjidhje për krizën energjetike, si dhe integrimin e Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në këto zgjedhje garojnë 22 subjekte politike, kurse mbi 2 milion qytetar kanë të drejtë vote. Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 948 qendra votimi me mbi 2600 vendvotime brenda Kosovës. Votim fizik ka dhe jashtë vendit në ambasada dhe konsulata në 29 përfaqësi diplomatike të Kosovës. Pritshmëritë nga këto zgjedhje janë të larta si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht. Se si do të shkojë ky proces zgjedhor do ta mësojmë nesër mbrëma pas mbylljes së kutive të votimit.